Këshilli Bashkiak Durrës mbajti këtë të hënë mbledhjen e radhës ku në rend dite ishin 5 pika. Pika numër 3 për miratimin e shpërndësimit me vlerë prej 400.703 lekësh për pronat private që preken nga investimi publik me objekt rikonstruksion rrugë në njësinë administrative ishëm, u kundërshtua nga opozita, ku sipas këshilltarit demokrat Ardian Muka, vlera e shpërndësimeve është shumë e ulët. Nënkryetari i Bashkisë Elio Jani sqaroi se vlera është e përcaktuar sipas legjislacionit shqiptar. Janë njësi të shpërndësimit, ose është një referencës që është injektorori, rasti besoj i cili referohet edhe kjo që ka përcjellë Bashkia sot. Rasti tjetër është kur merret përballë çmimi i transaksioneve për 3 muajt e fundit. Në të rastin e drejtorat zyrët e APSH-s, ju vjen një shpresë, ju japin një çmim. Unë nuk jam në brendësi të çmimit sa mund jetë, sepse çmimi është pjesë e ndryshimit, ndryshon me çdiun me BKM nga ana e qeverisë çdo 3 muaj, pra bëhet investimi çdo 3 muaj, por këtë fakt ato fonde duhet të referohet gjithmonë të shitjeve që realizohen 3 muajt e fundit. Problemi im është i dyjanshëm. E para më duket shumë pak edhe si akt ka që më jetë për aq korsime sa janë, dhe ka mos është një gabim material, por nëse është okay kjo pjesë, atëherë unë do preferoja të ishe me këtë çmim. Nuk mund të them unë çmim sepse sado specialist jam, nuk merrem me këtë pjesën e investimentit. Faleminderit. Ata ka bënë një materiali dhe ka dalë vlera e caktuar që keni sot rreth 400.000 lekë të reja. Kjo nuk flasim për pjesën e ndërtesave, ose fajndërtimit se referuar në rastin e afikatit, por flasim për pjesën e rrugëve. To pjesën e ardhë. Sipërfaqja në vlera ka konkurruar 400.000 lekë të reja, kaq është. Tani se pjesa është pak, është shumë, nuk e diskutojmë dot sepse kjo është në bazë të legislacionit përgjithshëm. Bashkia e Durrës voton me ligjin. Të gjitha pikat në rendite u miratuan nga anëtarët e Këshillit Bashkiak.